Kryeministër, kam një pyetje për integrimin në BE të vendit tuaj. Kjo protest në rrugët e Tiranës është diçka që lidhet me integrimin evropian, a keni frikë se lidhet me po çfarë po s'ka të bëjë fare me integrimin evropian. Tregon që jemi si çdo vend tjetër i BE-s që ka përplot protesta. Cili është problemi këtu? Sepse Komisioni Evropian tha çfarë? Tha se ndoshta në qoftë se protestat vazhdojnë. Cili Komision Evropian u a thot këtyre gjëra, sepse unë se kam dëgjuar këto gjëra. Nuk mendoj që ka një Komision Evropian. Çfarë? Unë nuk mendoj që ka një Komision Evropian që mund të thotë se nëse protestat vazhdojnë, vendi nuk është Evropian. A është realist integrimi në BE në 2030-ën? Bazohet në atë për të cilën kemi rënë dakord me Komisionin për t'i përmbyllur negociatat në fund të vitit 2027 dhe pastaj do të kemi 2 vjet mbështetur ashtu siç për të tjerët, siç ka ndodhur për të tjerët për ratifikimin dhe 2030-a është objektivi që del si vlerësim për kësaj. Mund të më bëni çdo pyetje që doni.